se nuk do rri shumë, po nuk kam marrë dënim akoma dhe jam gjudikable. Gjudikable isha në Burg, nuk kam marrë dënim akoma, nuk kam bo akoma shkallën e parë, s'kam dalë akoma në gjykat, thjesht kam bo interrogatorio, edhe nuk kam marrë akoma dënim. Të shi me zotin parë, inshallah, unë do flas me gjyqtarin, t'i them let t'i Shqipëri, Shqipëria, m'jep një pena suspeza, se unë për herë të parë, e kupton, unë rash viktim, të shi ma bo halal, disha unë, ta di që do vdesa hap gropën vetë, si i thonë, e kupton, po. Nese, çdo gjë kalon, çdo gjë është për mësim, çdo gjë mëson. Çdo gabim, njeriu nga çdo gabim që i ndodh në jetë, nga çdo fatkeqësi mëson. Sepse po mos ndodhin gjëra të këqija, kur nuk ke për mësu, asnjëherë në jetë. Kështu që më mirë që ndodhin gjëra të këqija dhe njeriu mëson, dhe bëhet më i fortë. Në cilën aeroport do nisësh? Po ku di gjohon në që aeroporti, ku dali Pescara në Rom, ku dali? Ta ka bo zoti risk. A valla po ka qenë për të marru kjo, por më mirë që e marrova tani që jam beqar, se ta të kapin mas 50 vjeç, vjen e definitive ngel në Burg, a kupton. Më mirë që e marrova të shi, ta marroj të shi si dënim, marroj punë me shtetin italian, tikin punë time. A kupton, ne hongra sa punin për djathtë, tash vaj lesh. Nuk kena ç'a bëjmë valla. Kjo është jeta. Burgu është për burra, po me bo burg kot, atë më thate plaka, mu t'kesh punu, thamë plaka, mu t'kesh e bo një lek, hajtë më thate po bo burg, po ti kot, ta bosh burg kot. Po plaka i tashun kur t'vjen, e keqja du t'mi hap derën, se s'ke që i bo. Po e myllë derën, ta thyje keqja derën. Nuk ke qa bo. Po t'kena shnetin, që do gjë do rregullohet. Avash. Thjesht nuk duhet mu mërzit, thjesht duhet t'jesh durimtar. Njeriu po humbi durimin, ka humbu gjithçka në jetë. Thjesht durimi, do të kesh durimi shumë fort dhe të jesh shumë djali fort. Atë përballosh çdo lloj situate. Kur nuk do t'ja bosh qefin atij që t'ka i natë. Vetëm tu qesh duhet me ne çdo fatkeqësi që të ndodhi, sepse kur të ndodh çdo gjë e keqe që të ndodh, mas çdo gjë e keqe vjen gjë e mirë. Nuk kanë kap me drogë, mu m'akuzojnë. Akuzohem sikur kam shita, kupton sikur kam lidhje me Kolumbin, me këto gjona, dhe kupton sikur kam bë transporte gjona, po unë nuk kam lidhje fare. Unë s'jam marr fare me atë punë, as nuk e kam qef si punë, as nuk më intereson fare, sepse nuk kam nevojë të punoj me atë punë. Unë punoj më mirë në ndërtim se sa të merrem atë punë, sepse nuk është zanati im, dhe nuk e kam pas qef historikisht. Edhe gjithë shqiptarët e dinë që unë nuk merrem atë punë, gjithë njerëzit. Nuk merrem atë punë. Fare. Nuk kam lidhje fare, mu thjesht kam ra viktim, si me shku të ca shok, për shembull të ca çuna që më thonë mu, hajde për qef që se kena qef me bogallatat e shtëpia, edhe me më fut grupash me ato, e kupton kaq, më kam pa me ato të hongër të pi dreka darka të shku në për disko, edhe më kam firmosja 7 italian, që si sheiku na ka shit mall, e kupton. Po nese, çdo gjë kalon. Ti vetëm e pi, jo as nuk e pi fare valla, po pi kafe falimjare. Mi mroma si kalove. Njallë qeke ti me, si dalli me qeke ti. Shpërndajni pak live-in quna, shpërndajni pak, share. Ndoshta s'kam internet mirë, ajo VPN-ja nuk po punon mirë, nuk e di, kam shi VPN, nuk e di që ndodh tu me TikTok-un. Shpërndajni pak. Mboni mirë Burgu vlla, sepse njeriu kur bie në Burg njeh shumë shok të mirë, njeh shumë çuna të mirë. Por edhe mëson nga gabimet, çdo njeri mëson nga gabimet, dhe po nuk të ndodhen gabime në jetë, ti je thjesht ignorant. Kupton, je një ignorant që nuk ke të bësh me jetën reale. Çdo gabim që ndodh, do bëhesh më i fortë, edhe do mësosh. Edhe nuk e përsërit njëjtin gabim 2 herë. Çdo njeri gabon një herë në jetë, dhe herën e dytë mëson. Dhe kur nuk gabon. Tashi të bie me bo burg, do bosh burg, të bjen fatkesia, do ta përballosh, se nuk ke ç'ai bë. Po nese, jeta vazhdon. Tash do gjeni nuse të martohen, bëjnë një fëmijë, kaloj jetën, se nuk rriun rrugëve kështu si mos më burr, gjeni nuse, bëjnë një fëmijë, të krijoj jetën, të krijoj familje, se nuk do rri më rrugë, se u pa puna me mua. Ai që kisha unë. I ik më shoh 3 rrugë, unë gjeni nuse aty, i ka duhet nuse edhe, rri kështu si ala bak vetëm, mos më burr. Gjeni gost mirë për shtëpi, bëjnë një fëmijë, të krijoj familje, të mbyll rrjetet sociale, të futën punës në ndërtim atje ku kam punën time, aq net, nuk ka, mo kjo është jeta. Zdorim Karagjoza gjithë jetën, e kupton? Zdorim, edhe njerëzit thonë, çuna boni pak like. Edhe njerëzit thonë, o shoku, po ky ku po shkon, e kupton? Njeriu ka limit deri me far veni, thonë. Faleminderit, mirupafshim, jep dorëheqje dhe vazhdo jetën. Do bësh prap reklama po vlla, bujrum për reklama. Kush do reklama, shkruajmë privat, audienca është on top, siç e dini edhe vet. Për çdo reklam biznesi, më kontaktoni privat. O vlla, nuk kanë kap me gram fare, më akuzojnë, sikur un kam shit. Po nuk kanë kap fare mas i gjo.
Po që ka më mirë me të kap me gjona se sa me akuzu, me të akuzu. Se më mirë që ka me të kap me presh në dorë. Me presh në dorë t'jep këndërnimin aq net, ma rogë e punë. Po nesë, unë jam për herë të parë në Itali, e kupton. Rati parë, vetëm në Itali, në asilloj vend të Europës s'kam probleme. Kështu që. Në cili burg isha në Kastronja, vlla, në Tera, mo. A ke myll garazhin e reklama, e ka myll vlla, ka myll me kohë atë. E ka myll me kohë. Po Edisoni ke taku, jam në Itali, la, ku e takuve Edisonin unë. E pas ka hongër dhe ti, po qa të bëjmë, vlla? Ishte për të bo. Ke pas dorin burg, po. Me dorin asha bukun, me dorin rrisha gjithë ditën. Rreth shpjeje, po, vlla. Në cilin qytet është shqiptari Maqedonisë? Tu afër San Benedettos, vlla. Tu lart me. Laku akuzohen për rahatin, e kupton. Ata kur isha unë ishin indaxhin edhe I kanë kap me helikoptera me gjona është bo shumë e madhe, kam dosën kaqun, e kupton aty. Sa do rish arrest, nuk e di vlla, do rish shumë mërmenja, po do kërkoj dal me punë, do kërkoj dalja 2 orë ble speza gjona, e kupton, dal ja 2 orë, 1 orë ble speza, 1 orë të futën palestër, se ma kërko trupi. Edhe mbon edhe mirë arrest I shtëpi sepse fokusohem te palestra, fokusohem te njerëzit e mi që I du fort dhe largoj dhe ata që s'm afru fare, ata që s'm kujtuar ditë vështira. Tani do t'i seleksionoj pak njerëzit. Mos ju ngeli hatri se mos thoni shejikosh me një math, por kur isha unë ditë vështira, I ra telefonit. Kështu që mos ju vi keq. Filloja I orë palesën ditë për ditë, të haj mirë, të pi mirë, shtetin do ta kem, gjithmonë do jemi fort, do t'jap kurajo vetes për çdo gjë, dhe do bëhem sa më I fort. Edhe palestër, speza, dal pi një kafe, lirohem ja 2 orë, pastaj filloj me punë, derisa ta liroj dhe pastaj t'i ikin në Shqipëri. Marroj punë me shtetin italian, marr dënimin dhe ikin në Shqipëri. Sepse pa marr dënimin unë nuk mund të largohem nga shteti italian. Fare. Kështu që për gjithë ju që doni avokat mirë, ju që jeni në zonën e Abruzos, San Benedetto, ju që jeni në Pescara, Teramo, doni avokat mirë, Maurizio Cacaci, është avokati më I fort Cacaci, që të nxjerr me sekonda nga burgu. Për gjithë ju që doni numrin, që keni familjar të ju në burg ose jeni vetë në burg, edhe gjoni këtë live, numri është 349 218 3877. Edhe thoni që kena marrë numrin të Sheiku, kena pa të Sheiku dhe ju bone ofertë. Për gjithë ju që keni njerëz në burg, Maurizio Cacaci është më I fort. Kështu që shkruajeni numrin 349 218 3877. Maurizio Cacaci e ka. Është shumë I fort vlla. Vetëm shkruaj në WhatsApp. Përshëndetje, ma dha Sheiku dursit të numrin, e pash te live I Sheikut. Kam filan person atje, ka këto, edhe I jep dosën, ai shef se çka ka, edhe qit për jashtë. Cacaci është shumë I fort, vlla, un pata avokat leshi, nuk nxorrim Lamburg, mora Cacaci nxorrim me sekonda. Shkruaj njëri numrin këtu, shkruaj. Nuk e di vlla për Bergamo, po shkruaj numrin 349 218 3877. 349 218 3877. 349 218, po avokat me reklama pa kun, po normale valla. Edhe avokatin e paguaj me reklama, nuk do të sa pjetëso me jam unë. Edhe avokatin e paguaj me reklama. Merrni numrin, se ky është ata bëj ping këtu. Merrni numrin, ky është numri I avokatit Cacacit, vetëm mos u tallni sepse është serioz. Shkruajini në WhatsApp. Përshëndetje, këtë numër e mora te Sheiku Durrësit. Kam filan person burg. Edhe I ço atë fashikullin. Ai e shef dhe thot del, s'del, do bëj kaq. Ka nxjerr çuna me ka 200 kg për 11 muaj burg me rrëp shtëpie, Cacaci. Për këtë ditë me rrëp shtëpie. Shumë I fort ka me 200 kg, kështu I ka nxjerr për jashtë me 11 muaj burg. Po çfarë thua valla, Cacaci shumë I fort. Brescia. Jo, nuk jam Brescia valla. Kështu që për gjithë ju që doni me fol me Cacacin, Cacaci është shumë I fort, ju nxjerr nga burgu, marrë punë, edhe mos rini tu marrë me dhe avokat leshi që ato njerëzit, jo ky ai. Cacaci është I fort vlla, në zonën e Abruzos, në Lakulan e në Lakulan e Teramo, Pescara, në to vende, zonën e Abruzos, keni Cacacin. Se Cacaci ka dhe studio në Durrës, edhe kështu që për gjithë që keni njerëz në përbugje, edhe janë procese sipër, janë gjudikabile,
nominoj një Kakacin, futeni si avokat, sepse është shumë avokat i mirë. Të vjen takon, edhe të je fashikullin, edhe të tregon. Edhe të nxjerr arrest shtëpie, të nxjerr me sekonda për jashtë. Ose nxjerr me firmë, ose nxjerr e kupton varet ça çështje ke, çfarë rahati ke. Po gjithmonë kur t'i shkruani thoni që e kena marrë numrin të Sheikut, ju bën e ule se un kam fol me Kakacin. Kush të marrin nga TikToku, i kam thonë nga njerëzit e mi aty që më ndjekin, do t'i bosh ulje, sepse janë njerëz të mi dhe i du fort. Edhe do t'ju bëj ulje, edhe nga burgu dal me reklama, no pjellësoma, hajde gëzuar. Jam Sheiku Durrësit, unë kam punu për këtë ditë, nga ka shkruajt i Modhi Zot, kur ta shkruaj i Modhi Zot, lart asnjë nuk ta ndalon. Kështu që për gjithë që doni me dal nga burgu, Mauricio Kakaci është shumë i fortë. Shpërndani pak live-in tash, ta bëjmë tërmet. Po si s'flas me Grecën, o vlla flas. O vlla, doni me dal nga burgu, me rëp shtëpi, nxjerr për kokë plagës, nxjerr, unë nuk du me mburr si avokate, po mu më nxorje. Me rëp shtëpi, tha ti çoku tim gjej shtëpi, tha ta nxjerr arrest shtëpi me sekonda, tha. Ai ka gjyqtarit i ka shok me rëp shtëpi. Është shumë i fortë Kakaci, o vlla, me rëp shtëpi, por unë nxorri, unë pres qafën. Thuaj që ke dali më i keq. Tash do pagush i çik, po ha do me dal. Atë lek dhe harxhosh në burg, po ta bosh llogari, jo cigare, jo speza, jo gjona. Mi dil në shtëpi, ke familja jote, arri si bobën, ndjek procesa, të nxjerr. Ja ku e keni numrin, shkruani në WhatsApp, edhe thoni që te Sheiku kena fol me Sheikun, e kena gjutë live i Sheikut, edhe na bone i ulje, thuj, unë kam filan fisteku në burg, kam i robin tim, ose jeni vetë, thuj sa do, hajde t'ja fashikun, në kupton edhe marroni punë. Edhe keni dhe Durrës, ai marrës shtëpie, po. O qa dili ma thyra, unë 2 orë gjumë kam fletës, më zhjumë në karabinjertë, qohu tha, thash unë skuze, thash dormi, në t'i prokupare, tha. është shqiptar, jo vlla, ai ka net me shqiptar shumë ky Kakaci, ka net shumë me shqiptarët, ka net shumë me shqiptarët. Po, ju maro pun Kakaci, vlla, ja ku e keni numrin, merrni numrin ta keni, ja ku e keni numrin këtu, numri është i sakt, thjesht mos u tallni sepse është avokat, është njëri serioz. Ja prit se erdha. Mimro ma si kalove, njallë qiki ti me, si dalli me qiki ti. Që ke dalë shnosh, o loku, respekt edhe shumë faleminderit për gjithë juve që më keni dhënë kurajon ditë vështira që po më rrini afër për çdo gjë dhe po më jepni kurajo dita ditës, ju lut Allahu më të gjithëve, edhe ju pafsha sa më lart. Më lart meje. Që edhe mund të më shihni me dylbi. Sa më lart ju pafsha. Edhe ju rrit Allahu familjet çat keni për zemër. Respekte për gjithë. Pa fund. Shuqy që jashtë zemër. O Lella Çani, o bablo. O vlla Greca është Shqipëri, unë jam në Itali dhe se jam rreth shtëpie. Çfarë gjuhë flet? Po italisht paka, por paka shumë. E 2-3 llafe, se kam mësuar mirë. Edhe nga burgu dal me reklama, më shik, qa bobi e me rëshqie. Dalë nga burgu me reklama, vetëm ti i bo këto gjona. S'kam pa ne, s'kam gjuhë ne tjetër. Dalë nga burgu me reklama, qa tu ti më shohu, kush del nga burgu me reklama? Ky burgu funit vlla më ka vra shumë me thon drejtën, po nese çdo gjë kalon, e kupton. Përshëndesim çunat e burgun e Teramos, gjithë çunat që janë aty, i rujt Allahu mot, edhe ju du fort Sheiku. Dhe u mërzita shumë që s'u takova, domethënë që ta boshim me duar trokitje, ta merrte veç gjithë burgu që po iki unë, dola shumë herët, po ma merr mendja në njëri ditë un pa, respekte, I love you për gjithë. Sa ne të mrena 6 muaj më vllai. Mo deshin ja 6 muaj burg edhe mos s'ja bën e burg, kurioz isha si ishte burgu, çau bonte mrena, kupton. Si më tha njoni mu mrom, shkujti njoni mrom mu, tha ke la pjatat e Mondit. Po Mondi është nga Firi, Mondi nga Ferrasi, shumë djali mirë, e kisha përballë dhomës. Po problemi është se ne hashim dhoma, e kupton? Hashim 2 dhoma, 3 dhoma bashkë. Edhe të shije, unë si isha më i vogli, se Sjarova. Isha më i vogli, e kupton, edhe ata morën mu, më jepshin me hongër, e kupton, ata më ishin takime nga shtëpia, më jepshin me hongër. Edhe unë qa bosha, lasha pjatat o dhe, se i gjotë ta bosha, i lasha për respekt, e kupton, se unë nga që hasha, aty ata thoshin mos fut gjoha, e kupton, të jemi ne. Edhe lasha pjatat, lasha dhomën time, nuk është për tur, po vlla. Që do bëjmë, si vipa ti mërna, si pjellësome, e kupton. Nuk ka ne gjotë të keqe, që me la pjatat, aty ha veti, la dhomën, në si në zhullca, e kupton.
Kështu që mos I merrni gjonat siç I doni vet. Është pastërti. E dhjeve me këtë. Jo vlla po është vlla, sa ta më jepshin më hongër të shun lasha pjatat ata, që I gjoda e bojën se do haj aty qyl, se unë s'kam qyl atë gjë, se kam qef kur qylin. Tu laj pjatat që ata thon bravo Sheiko, kupton. Laj pjatat të shoku. Çfarë lidhje ka? Nese po. Do filloj palestra Sheiko, më ka hyrë shumë qef palestra. Do marrja 2 orë leje, 1 orë për shpesë dhe 1 orë palestër. Edhe për ditë ka 1 orë. Pam, t'ja fus duke shtëpia pilaf, fileto pule. Pilafin kam mësu si ta bëj. Edhe fileto pule. Edhe pilaf, fileto pule, se pilafi nuk të shnosh. Edhe kur të bëhem kafsh, kur dal nga rresi I shtëpisë, të marr gjithë femrat në qafa, kupton. Aq ja 6 muaj, kupton. Ja 6 muaj. Bon të unë që jam montën pjellë. O dha, më rëpë shpje kështu e ka burg, o dha, se ju s'keni bo në e burg. Njoni pastron, njoni la enët. Ne lushim Murlan aty për shembull, unë pisha cigare, pisha 10 cigare të lut Murlan, edhe I thshan tokun aty. Kur marroshim lojën me shafshesëm shisha cigare të shoku, nuk do ha 10 unë aty, kupton si I thon. Edhe fshisha cigare të shoku. Fshisha gjonat e mia, lasha gjonat e mia, kupton, se në burg më kanë majtë si më plom dorës më shpije, më kanë respektu gjithë. Gjithë ndonin për kokë familjes, gjithë më kanë respektu. Gjithë ishin çuna kardera, çuna vërtet olla, çuna tamam, çuna që s'kishin lidhje me rrjetet sociale fare, mashin e TikTok fallço kështu, çuna punë olla, çuna shumë larta, kupton. Respekte për gjithë çunat, s'ja harroj kurrë, më rëf shtëpie. Hiq kapelen, po vëlla, ja, ta prish vllai ty direkt. Po, se kam shumë tip anti-stres I kapelen. Mër boba. Jeta kështu është. Pse hyre brenda? Po hyjnë Allah në hera taksiratit, kur të bjen du të mi hap derën. Bojni gjithë repost videos që kam hedhun, që kam falendëruar gjithë. Me thonë drejtën jam pa gjumë, ja kam prish gjumin se telefoni të prish gjumin. Isha rahat në burg, risha dhe në 12 që fsha nej filmin që praf, ku se gjume pa ta bo si teori me pa të bo. Po, tash e kam prish gjumin, tash vaj lesh as vetë se di çfarë do bëj. Do marr palë syze, dhe them atij shokut më cilë I palë syze, I parfum, se ka të shtëpia, ta do t'i bi regalo, I parfum Dolce Gabbana, I palë syze, buka, për Sheikun, sepse Sheiku I meriton regalët. Edhe ure si bob. Ku ishte Klevio? Klevio është në burg Firit, ba. Po s'kam kontakt, s'kam fol. Erdhe njerëz. Erdha I sekon. Do të prisni tu. Tjeni dëshmitar se më na not në gjo.
Harrova fare që s'ka zo. Më solli ky shqiptari maqedonisi perdet modhe kështu dhe I shkopta dhe viti vej pastaj tha. Zoti ja shtov, Zoti ja rujt. Harrova fare Burmenia. A kam zo tani? Edhe tha do viti vej pastaj tha. Merrshi shumë robi mirë. Më solli pjat grosh për tongër, ka njerëz të mirë akoma. Shef ti kur jetë djali mirë gjithë nimoj, kur jetë djali keq gjithë shaj. Po ta bëj para çik bukur aty me tapeta, me per kur vi buza, kupton, të shohë çik llukën, kupton. Buza më do mua, buza më ka thonë mua, femrat e di si më thonë mua më në shtëpi, ose ik ne flem edhe makinë bash, vetëm të riu me ty thotë, edhe në makinë flem bash, kupton. Edhe në makinë o rrugëve flem, vetëm të rim bash, se më kanë qefu, por se kam I far autoriteti, jam I çik pjellësome, kupton, ti je pjellësome. Duan gjithë. Si qesh. Po ti bëj çik kushtet tash kur vi buza trita mon për si njeri. Di brondem baba demon e jom, shoku njom pillnona e kërkursun e mohona, se këta tjetë janë veç uj me limon, unë jom si vaj nuk përzina më kërkona. Më shë I ideale, se na kisha mungu më rëshje. Po që Shqipëria, vla, unë jam një Itali e thot Shqipëri, hade këzuar. Hade bofshit miliona, miliarda, biliona, inshallah, Allah o modhi rujt. Arres shpije bunker full me buza, ka ra fama. Pa dhe bi fama burra, mono burr me gjithë fama. Po janë njerë dhe në punë në shoko, është ora 1:30. Në darkë do funda në zimledhi, me dini ju. Sa vrit me njerë, zbje fama mu vlaj, thonë, dita ma e famën, jam djali mirë, jam djali që diti marrë njerëz dhe, ta kupton, sa vrit me njerë. Të shi kam fik VPN-un, ose s'ka VPN, të ketë VPN, e disa njerëz bini, po s'u del më shumë të në live. Po s'u mërzit për atë punë, se po fry ere fort tu se jam me pami nga malje, shive që I këtu. Ja, shikuri shë I ku durë tu si bob zbes ka jek një poshtë për qef shu. Fry qik erë, shik qik fresk. E më shik djali, më shik, më ka zbukuru qik burgu më rëfshin, ka shnoqi qik hapi rima, si thonë. Vetëm për të shu s'kishtë atje, s'kishtë e femra. Shu që, unë kam shku ma do infermire, ta kupton po nese. O vlla, unë jetësha parfum Montal, aty ku vishin infermierë me pruterapi, të rishin hapshin sytë, u abitshin, shishin mu, thoshin, ma burshin me syk, shkosh e takosha poshtë, risha gjysore jo, shka kupton. Ti jesh pak orator për këtë gjona, kupton. Ti jesh pak nga dibrat bosh të gjonë. Kupton. Thoshin çunat, si e kapet I më plak, bo be, thoshin çunat, e ke çunat dëshmitarës, si e kapë më lëre, si e kapë, po ti jesh pjellë thonë më burr. Unë risha serios, nuk folça kështu, vetëm me shifsha kështu, kupton. Nuk folça, se ata që flasin shumë nuk kapi femra, unë risha serios shu pa, ajo merr të herë shu, visha I kërkosha takipirinë, shu kot I mesh takipirina kot. Edhe kur ndaj takipirinë herën e fundit dha dhe numrin, edhe ty I shkrujta. Edhe më tha hajde poshtë infermeria me stil tha dhe u futa atje. Unë dhe një hapa thesin ka poshtë, po nese. U futa aty, bona qik, fola qik, do më thonë atë. Tha, tu parlo italiano, po, dimmi. Quelli tappeti che c'erano qua, dai a loro, però dopo vedo un tappeto per te. A posto. Vabbè, tu bevi quelli caffè, Nescafè lo bevi? A posto. Tu bevi Nescafè. Nescafè lo Sì, bevi? sì. Dopo ti porto. Grazie mille. Niente. Ja, shef, të duhet në gjota do të cilë tapeta, gjona është shumë robi mirë. Janë njerëz të mirë, vlla, unë po them njeriu mirë që mes njerëzve mirë. Tu, io parlo italiano, no parlo italiano, poco. Non ti preoccupare, a casa è mio, il braccialetto, è finito a casa, è finito tutti I problemi Italia, vai a casa in Albania. Io, vieni per vacanza in Italia. Live TikTok. Tu stai in Italia, no? Vacanza Italia. Live TikTok. Tu stai in Italia, no? Vai a Albania. Grazie, mos ik Shqipëri, tha, të rri këtu, tha. Të shi do flasim qik italisht. Io vieni in Italia per vacanza, amici. Io non lo so per amici, lavoro in droga, girato in... si thonë qyteti italisht, a kupton me kështu, arrestato in polizia, gruppaggio.
io per vacanza, no per lavoro. Mi dispiace. Io girare in città, mi dispiace, io non lavoro in Italia per droga, io lavoro per vacanza, lavoro per TikTok, scusa, se s'di me folë shumë, a kupton vaj lesë, unë du ta mësoj, po s'di italisht me i dhe fshara, du ta mësoj italisht, po s'di. A kupton, vetëm të italisht nuk po e mësoj dot, po do ta mësoj. Zdo lej gjo pa bo, unë 2 gur nuk i lej bashkë, pa api ndaj, se nuk du në bashkë 2 gur. Ta mësoj unë, na mësoj bre qik italisht, na mësoj qik italisht, nëse ja vje erdi ajo se qa po thoshtë të shionit, si thosha. Po unë e kuptoj me thonë drejtë italisht, po zita flasa, kuptoj, e kuptoj Robin qa thot. Po e kuptoj, kam serios që e kuptoj, unë jam ai që shkatet sa e kuptoj, por nuk mund